Me qenë se ditë shiu sot, doja t'ju tregoja disa përralla të trojeve shqiptare. Le t'i marrim si legjenda metropolitane dhe me qenë se kemi 2 minuta përpara se të shkojmë të pim kafen, do t'ju tregoja një histori, disa histori të çuditshme, por që të kuptojmë njëherë për gjithmonë se çfarë me anë të historive konspirative po flas, se çfarë mund të ketë ndodhur në trojet shqiptare. Pikë së pari, akoma sot, pra ende sot, edhe pse është dëshmuar në mënyrë shkencore, gjua shqipe është e vjetër 8.000 vjeçare. Dhe të paktën 6.000 vjet. Pra gjua shqipe 6.000 vjeçare, ende sot shumë të huaj e neglizhojnë. Madje edhe fillojnë dhe na fyejnë. Zakonisht futen nëpër portale, na shkruajnë dhe me akaunte të ndryshëm, duke kërkuar që të na bindin që nuk është kështu. Pra, pikë së pari, duhet të informoj që gjua shqipe nuk e kam vendosur unë, që është kaq e vjetër, është një studim i kryer nga amerikanët në bashkëpunim me disa evropian që dolën në konkluzion që gjua shqipe është nëna e gjuhëve indo-evropiane. Dhe ky është një studim që është bërë prej vitesh dhe është bërë nga laborator të rëndësishëm. Bile ka dalë edhe në revistën Shkencë. Po do t'i thosh edhe diçka tjetër, mes këtyre studimeve dhe studiuesve, ka edhe disa njerëz që janë për shembull studiues nga Greqia, nga Serbia apo ku ta di unë. Pra studiues që më vonë, pasi u doli publikisht lajmi, u dolën dhe këta, u shfaqën, duke thënë që po jo, ne nuk e dim akoma. Pra, kur vetë këta shikojnë që gjua shqipe dhe e vërtetojnë në mënyrë shkencore duke nxjerrë edhe publikisht që gjua shqipe është 6.000 vjeçare, pastaj fillojnë edhe i shkojnë kundra. Në qoftë se e ka thënë shkencë dhe në qoftë se edhe mos ta thoshte shkencë, sepse ne e dim shumë mirë këtë, ne të kthehemi mbrapa në kohë, ne i kemi të gjitha dokumentat nga romakët. Romakët kanë shkruar që nga kohrat antike që thonë që luftonin kundër ilirëve. Kush ishin ilirët? Sepse doja të nënvizoja diçka. Kohët e fundit kanë filluar tani që të pretendojnë që ilirët nuk ishin shqiptarët. Kjo është me të vërtet për të qeshur, është turp i madh që sot pas 8.000 vjetëve, ti të thuash që ilirët nuk janë shqiptarët. Është njësoj sikur të themi për shembull njeriu nuk i përket këtij planeti. E njëjta gjë. Pse ua them këtë? Sepse në disa komente, në disa diskutime tona, disa video, dalin disa dhe shkruajnë disa marrëzira që çfarë t'ju them. Dhe unë nuk e kam me askënd. Këtë dua ta nënvizoj këtë. Nuk e kam me asnjë. Unë nuk dua të kem ngërdheshje me një etni apo me një tjetër. Nuk dua që të zihem me një grek për shembull, sepse kam qenë në Greqi, ka 1 milion shqiptar në Greqi, akoma ende sot do të thotë që na mbajnë, apo jo, edhe pse punojmë, por na mbajnë. Pra, unë nuk kam asgjë kundër tyre, kam punuar dhe vetë në Greqi dhe s'kam gjë kundër grekëve. Unë po flas për diçka që është shkencore, diçka që edhe sikur mos ishte shkencore, duhet ta diskutojmë. Diskutimi është tepër i rëndësishëm sepse përveç se informohemi, dia është pushtet dhe kemi thënë këtë gjithmonë. Pra, nuk kam gjë, si thash, kundër grekëve, apo ndoshta edhe kundër serbëve, sepse në Serbi nuk kam qenë. Por kam qenë vetëm një herë para disa viteve, po kështu, kalimthi, dhe nuk kam gjë kundër tyre. Nuk kam gjë sepse nuk po flas për ata. Kur flasim për ilirët, kur flasim për shqiptarët, kur flasim për historinë tonë, nuk është se ti ofendon dikë. Është thjesht të dish të vërtetën se nga ke ardhur. Shiko, e kam thënë këtë disa herë që nëse një njeri nuk ka një histori, për shembull, i keni vënë re kur në familje shqiptare kërkojnë një nuse apo kërkojnë një dhëndër,
shkojnë dhe informojnë kush është ky, ose kush është ajo, kushdo qoftë, sepse duan të dinë historinë e saj, origjinën dhe historinë. Pra, një njeri pa një histori është asgjë, qoftë mashkull, qoftë femër. E njëjta gjë ndodh edhe me një shtet. Në qoftë se një shtet nuk ka një histori, nuk është asgjë. Pra, unë nuk dua të mendoj që ka disa rryma ose disa forca, qoftë politike, por edhe shoqërore, që kërkojnë me dojë mos që të na heqin atë historinë tonë, ose të na zhdukin historinë tonë. Boll tani. Boll sepse historia e Shqipërisë është e njohur. Ne e dim shumë mirë. Shumë pak janë të informuar nga të huajt, por ne dim shumë mirë që Shqipëria është vjedhur, është plaçkitur, është masakruar, është përdhunuar prej vitesh. Pra, nuk ka patur një shtet që nuk ka kaluar në Shqipëri. Ishte ura e të gjithëve. Dhe që të gjithë që kaluan, padyshim vodhën, plaçkitën. Morën ato çka u desh, pra në qoftë se kishte fakte, i vodhën. Dhe nuk është e drejtë, e përsëris, nuk është fare e drejtë, sepse nëse sot do t'i thoshim dikujt, unë tani do të përdhunoj ty, për ta thoshim atyre që flasim për shkakun, që kundër nesh. Në qoftë se unë do të të përdhunoj, do të të vjedh në shtëpinë tënde, do të bëj çfarë të dua unë, si do të vinte ty? E shikon që ngërdheshes me njerë sepse të thua, sepse është kundër teje. Pra, e njëjta gjë është edhe me shqiptarët dhe me Shqipërinë. Shqipëria ka qenë gjithmonë e dhunuar dhe gjithmonë e okupuar nga dikush tjetër. Prej vitesh. Pse? Sepse ishte një vend i vogël. Sepse barbarët, ashtu siç e kemi thënë për herë, që vetë të huajt, vetë ju, kushdo qoftë që ka shkruar, thoshin që barbarët ishin ata që jetonin nëpër këto toka. Pra, barbarët ishin shqiptarët. Shqiptarët që sot, që nuk janë më barbarë, por kanë zhvilluar, kanë evoluar, dhe sot kanë një, le të themi, një vendin e tyre. Dhe kur u coptua, sepse u coptua disa herë Shqipëria, kur dihet se përse u coptua, askush nuk u hodh nga të huajt që thoshte nuk duhet ta coptojmë, sepse nuk është mirë. I duhet që të shkonte Ismail Qemali deri në me Isa Boletinin, deri në Londër, që tu tregonte se kush ishte Shqipëria. Sepse shumë prej atyre nuk e çanin kokën fare. Pse kjo? Sepse nuk kishte principata nëpër Shqipëri. Ishin principata shumë të vogla. Me kalimin e kohës, dyndjet e mëdha, shkatërimet, vjedhjet, plaçkitjet, përdhunimet, bën që të reduktoheshin dal nga dal. Dhe ky është fakt. Nuk është se e them unë, ky është fakt. Pra, pikë së pari, këto studime që janë bërë, pra studimet e të huajve, për sa i përket gjuhës, nuk janë bazuar vetëm në këto histori që sapo ju thash, por janë bazuar në ADN, që është akoma më e rëndësishme. Dhe ADN-ja e trojeve shqiptare ndryshon nga të gjitha ADN-t e vendeve përreth. Dhe ky është një fakt, nuk është se e vendosa unë, nuk është se po e them unë. Dhe në qoftë se që të gjitha këto që ju thash janë të vërteta sepse nuk i kam thënë unë dhe janë reale, atëherë pse mos të mendojmë që ka mjete ose ka vegla ose ka gjëra të rëndësishme, relike të vjetra, të vjedhura nga shumë vende të botës që i kanë në shtëpitë e tyre, që i kanë në përvendet e tyre, duke filluar që nga veglat apo nga armët e Skënderbeut apo ku ta di unë, por edhe më përpara. Dhe këto janë vjedhur nga të gjithë pushtuesit, por sot duke disa i dim, disa jo. Pra ne dim një pjesë shumë të vogël, nuk dim një pjesë të madhe të këtyre armëve apo këtyre mjeteve. Dhe në qoftë se ne do t'i merrnim këto, pra në qoftë se do t'i merrte Shqipëria t'i mbante në vendin e saj dhe do e riqepte dhe njëherë historinë ashtu siç e tregojnë edhe studimet,
çfarë mund të ndodhte sipas jush? Pra, ky është problemi kryesor sipas meje që shumë të huaj na konsiderojnë më pak se hiçi, sepse dhe nuk duan ndoshta që të futet Shqipëria në Evropë, sepse ende sot bëhen dallavere në Shqipëri, ende sot bëhen dallavere, qoftë në të gjitha anët, sepse është një vend i vogël dhe i pambrojtur. Pra nuk ka forcë, nuk ka aleat. Aleat e Shqipërisë janë vetëm shqiptarët. Kështu që unë u bëj thirrje vetëm shqiptarëve që të duhen më shumë me njëri tjetrin dhe mos të vriten mes njëri tjetrit dhe mos të ofendojnë njëri tjetrin, sepse nëse keni vënë re, shqiptari ngado që shkon urren vllajën e tij, urren motrën e tij, urren shqiptarin. Jo, sepse të gjithë, po ti shikoni, italianët për shembull e mbajnë shumë njëri tjetrin. Për shembull, unë edhe ata që njoh, pra shokët italian, më mbajnë mua që unë jam i huaj. Sepse është në radhë të parë kanë në gen që mbajnë njëri tjetrin. Pastaj ajo kultivohet kjo dashuri edhe për të tjerët. Pra edhe me një të huaj në këtë rast. Po të sillesh mirë ti, po edhe ata sillen mirë. Pra unë mendoj që në radhë të parë ne duhet të duam njëri tjetrin. Pastaj bëhet ndërtimi i vërtet i trojve shqiptare. Më thoni nëse unë kam gabim ose jo, por unë doja që ta diskutoja këtë sepse flasim çdo ditë dhe vëre që ndonjëherë edhe vetë shqiptar fillojnë dhe ofendojnë ose fyejnë me diskutime të kota ose ignorante, pa e menduar që bie mbi ta në radhë të parë, por pa e menduar që s'ka për të bërë kurrë asgjë nëse shqiptari nuk man njëri tjetrin. Megjithatë, si thash, pres komentet tuaja, kalofsh një ditë bukur, ju përqafoj dhe faleminderit që jemi për herë bashkë. Kush është këtu rastësisht si gjithmonë, le ti bëj like faqes që jemi sërish dhe faleminderit që jemi bashkë. Kalofshi bukur.